Nëse je në stres apo në ankth, garant jetu i bo qëto 2 gabime. Unë shpesh flas për rëndësinë e frymarrjes e qëto janë 2 gabime që shkaktojnë ekstra stres. Bo kena stres në përditshmëri e t'ja minimizojnë barëm vetit me qëto 2 gabime. Gabimi numër 1. Nëse jetu najt edhe nin vetën t'u marrë frym ose e vrem vetën që po merr frym se t'lëviz gjoksi, atëherë me siguri jetu marrë ajër ma shumë në trup. Shpesher, kur i them klientëve me marrë frymarrje ngadalë, e vrej që marrin frymë thellë edhe të madhe. E di që e kendi ndryshe, po kjo bjen që merr frymë ma shumë se sa që duesh, me ma pak oksigjen që shkon tru, e niveli i karbon dioksidit bjen këtë mënyrë që i dërgon stres sistemit ton nervor. Andaj, merr frymë ngadalë, merr frymë qetë, edhe në këtë mënyrë idealja është me marrë frymë 5 deri në 6 sekonda, edhe me nxjerrë frymën 5 deri në 6 sekonda. Edhe gabimi numër 2 është nëse merr frymë vetëm me pjesën e gjoksit, në këtë mënyrë. E kjo ndodh që muskujt e qafës, shpatullave edhe gjoksit me qenë ma tensionume edhe kur të kurën edhe aktivizohen, e këto i dërgojnë sinjal stresi trunit tonë. Andaj, dërgo vëmendjen tek pjesa e poshtme e brinjeve, duke u fokusu tek marrja me frymë me diafragëm. Na trego më poshtë nëse i bën një prej këtyre 2 gabimeve. E për më shumë video si kjo, na bëni subscribe në YouTube edhe në krejt rrjetet sociale në Urban FM.